Sponsorizuesit që kontribuojnë në fushën e artit, sportit ose kulturës do të përfitojnë lehtësi fiskale përmes zbritjes direkte deri në masën 30% nga tatimi mbi fitimin, si në rastin kur sponsorizimi është në vlerë monetare, ashtu edhe atyre në natyrë, duke garantuar një trajtim të favorshëm fiskal dhe nxitje konkrete për angazhimin e sektorit privat. Po ashtu të ardhurat e përfituara nga sponsorizimi përjashtohen nga tatimi për përfituesit dhe nuk ndikojnë në rezultatin financiar të tyre për qëllime tatimore. Qeveria ka publikuar për konsultim publik një projekt ligj tërësisht të ri për donacionet dhe sponsorizimet, me qëllim forcimin e identitetit kulturor, zhvillimin e qëndrueshëm artistike kulturor, promovimin e sportit, promovimin territorial, si dhe rritjen e kohezionit social në përputhje me prioritetet e strategjisë kombëtare të zhvillimit dhe integrimit. Projekt ligj zgjeron fushat për të cilat lejohen donacionet dhe sponsorizimet dhe bën dallimin midis dy koncepteve. Konkretisht, donacion konsiderohet transferimi vullnetar i pakushtëzuar dhe pas një përfitimi kontributeve financiare, pasurisë së luajtshme ose të paluajtshme, ofrimit të shërbimeve ose i formave të tjera të mbështetjes për veprimtari me interes publik të organeve publike. Nga ana tjetër, sponsorizim konsiderohet një marrëveshje kontraktuale me anë të së cilës sponsorizuesi ofron me vullnet të lirë mbështetje financiare, materiale ose forma të tjera mbështetjeje për një veprimtari, aktivitet ose organizim për interes publik në këmbim të së drejtës për të promovuar dhe reklamuar emrin, produktet ose shërbimet e tij. Referuar draftit për herë të parë parashikohet që Shqipëria të ketë një regjistër elektronik kombëtar për donacionet dhe sponsorizimet. Ky regjistër do të jetë i aksesueshëm nga publiku në çdo kohë në faqen zyrtare të internetit të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve për të dhënat që lidhen me donacionet dhe sponsorizimet të organeve publike. Çdo donacion për organet publike mbi vlerën 500.000 lekë dhe të gjitha sponsorizimet do të duhet të regjistrohen në këtë regjistër. Organet ligjzbatuese që kanë kompetenca në luftën kundër pastrimit të parave, korrupsionit dhe terrorizmit do të kenë akses të pakufizuar në regjistër për të dhënat që lidhen si me organet publike, ashtu edhe me subjektet e tjera përfituese të sponsorizimeve, donatorët e organeve publike dhe sponsorizuesit. Duke qenë se donacionet dhe sponsorizimet konsiderohen si veprimtari me risk të lartë për ndikim të palishëm, qarkullim dhe pastrim parash, apo për përfitime të palishme, projekt ligji ka kufizuar disa kategori personash fizik dhe juridik për të qenë donator dhe sponsorizues për organet publike, siç janë personat e dënuar për vepra të lidhura me korrupsion aktiv ose pasiv, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit, evazionin fiskal, mospagimin e detyrimeve tatimore, falsifikim dokumentash e të tjera. Të njëjtat kritere do të aplikohen edhe për sponsorizimet e një organizate jo fitimprurse, organizatat sportive, shoqëritë sportive, subjekte tregtare në fushën e prodhimit të filmit dhe industrisë audiovizive dhe individët që përfaqësojnë Shqipërinë në aktivitete ndërkombëtare të kulturës, artit dhe sportit.